Lufta në Iran, 10 zhvillimet e fundit që po ndryshojnë gjithçka. Lufta në Iran po hyn në një fazë gjithnjë më të rrezikshme, ku fronti ushtarak, ai politik dhe ai ekonomik, po përzihen në një krizë me pasoja rajonale dhe globale. Nga sulmet ndaj bazave amerikane në Arabinë Saudite, te deklaratat e Donald Trump për ndryshim regjimi, nga goditjet ndaj objekteve industriale bërthamore iraniane, deri te paniku në tregjet ndërkombëtare dhe rritja e çmimit të naftës, situata po bëhet më e paqartë dhe më e rrezikshme nga dita në ditë. Në këtë video do të shohim 10 lajme më të fundit nga lufta në Iran, të mbledhura nga zhvillimet më të fundit për të kuptuar jo vetëm çfarë ka ndodhur, por edhe ku mund të shkojë ky konflikt në ditët dhe javët në vijim. 1. 12 ushtarë amerikanë u plagosën në një sulm iranian ndaj një baze ajrore në Arabinë Saudite. Një nga zhvillimet më serioze të ditëve të fundit është sulmi iranian ndaj bazës ajrore Prince Sultan Air Base në Arabinë Saudite. Sipas zyrtarëve amerikan, baza u godit nga raketa balistike dhe drone iraniane, duke lënë të plagosur rreth 12 ushtarë amerikan. 2 prej tyre raportohet se janë plagosur shumë rënd, ndërsa të tjerët kanë marrë plagë serioze. Përveç personelit, sulmi ka dëmtuar dhe avion ushtarak, përfshirë të paktën 2 tankera ajror. Ky zhvillim është i rëndësishëm sepse tregon se Irani nuk po kufizohet vetëm në goditje simbolike, por po synon drejt për drejt infrastrukturën ushtarake amerikane në rajon. Bilanci i përgjithshëm i konfliktit për Shëban po rëndohet. Deri tani raportohen 13 ushtarë amerikan të vrarë dhe mbi 300 të plagosur që nga fillimi i luftës. 2. Trump deklaron, mendoj se ndryshimi i regjimit në Iran ka ndodhur tashmë. Donald Trump ka bërë një tjetër deklaratë të fortë dhe të debatueshme, duke thënë se sipas tij, ndryshimi i regjimit në Iran ka ndodhur tashmë. Kjo deklaratë vjen në një moment kur udhëheqësia iraniane ka emëruar Mojtaba Khamenei si liderin e ri suprem pas pasardhësisë së tij nga Ali Khamenei. Por deklarata e Trump nxjerr në pa edhe një kontradikt të madhe në mesazhin amerikan. Nga një anë, administrata e ka thënë se qëllimi kryesor është shkatrimi i kapaciteteve bërthamore të Iranit, nga ana tjetër vetë Trumpi ka lënë të kuptuar më herët se SBA mund të ndikojë edhe te zgjedhja e liderit të ri iranian. Pra, pyetja që del këtu është e qartë. A është objektivi real ndalimi i programit bërthamor apo rrëzimi i regjimit iranian? 3. Trump thotë se SBA ka ende 3500 objektiva për të goditur në Iran. Në një tjetër deklaratë tronditëse, Trump tha se SBA ka ende më shumë se 3500 objektiva për të goditur në Iran. Sipas të dhenave të publikuara nga Komanda Qendrore Amerikane, SBA ka goditur rreth 9000 objektiva ushtarake iraniane me 4 javët e para të luftës. Vetë kjo shifër tregon shkallën e jashtëzakonshme të operacionit militar. Por fakti që presidenti amerikan thotë se ka ende mijëra objektiva të paprekura, tregon 2 gjëra. Së pari, lufta është larg fundit, së dyti, infrastruktura ushtarake iraniane është më e gjerë dhe më rezistente se sa është paraqjitur publikisht. 4. Marco Rubio thotë se lufta do të përfundojë brenda javësh, jo muajsh. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, deklaroi se sipas tij, lufta do të mbyllet brenda javësh, jo muajsh. Ai tha se operacioni është në kohë ose madje përpara afatit dhe se SBA mund të arrijë objektivat e saj pa përdorur një ofensivë të madhe toksore. Megjithatë, Rubio tha gjithashtu se ushtria amerikane po përgatitet për skenar të shumtë. Kjo është pikërisht ajo që e bën situatën kontradiktore. Nga një anë thuhet se lufta do të mbarojë shpejt, nga ana tjetër, SBA po grumbullon forca shtesë në rajon dhe po lë të hapur çdo opsion ushtarak. Kjo nënkupton se edhe nëse Washingtoni shpreson për një fund të shpejtë, në praktik po përgatitet edhe për një konflikt më të gjatë. 5. Raportet thonë se SBA ka shkatruar me siguri vetëm 1/3 e arsenalit raketor iranian. Një zhvillim shumë i rëndësishëm vjen nga raportimet sipas të cilave SBA ka mundur të konfirmojë me siguri shkatrimin e vetëm rreth 1/3 së arsenalit raketor iranian. Kjo bie ndesh me deklaratat shumë triumfaliste të Trump dhe të zyrtarëve të tjerë, të cilët kanë thënë se programi raketor iranian është shkatruar ose neutralizuar. Problemi kryesor është se një pjesë e konsiderueshme e raketave iraniane ndodhej në bunker nën toksor dhe SBA nuk ka mundur të verifikojë plotësisht se sa prej tyre janë shkatruar, sa janë dëmtuar dhe sa mund të rikuperohen pas përfundimit të luftimeve. Kjo do të thotë se Irani ende mund të ketë kapacitete të rëndësishme për të vazhduar luftën, veçanërisht nëse arrin të riorganizohet. 6. Izraeli godet 2 nga fabrikat më të mëdha të çelikut në Iran dhe objekte të tilla strategjike. Sipas ministrit jashtëm iranian Abbas Araghchi, Izraeli ka goditur 2 nga fabrikat më të mëdha të çelikut në Iran, një centrale energjetik dhe objekte që ai përshkroi si site bërthamore civile. Nëse kjo konfirmohet plotësisht, atëherë do të kemi një zgjerim të qartë të listës së objektivave, jo më vetëm baza ushtarake apo sisteme raketore, por edhe nyje kritike industriale dhe energjetike që prekin funksionimin ekonomik të vendit. Kjo është e rëndësishme, sepse lufta nuk po synon vetëm aftësinë ushtarake të Iranit, por edhe kapacitetin e tij për të mbajtur në këmbë shtetin dhe ekonominë. 7.
OKB krijon një task force për ngushtizën e Hormuzit, ndërsa Irani pranon të përshpejtojë ndihmën humanitare. Një zhvillim shumë i rëndësishëm në planin ndërkombëtar është krijimi nga OKB një task force të posaçme për ngushticën e Hormuzit. Qëllimi i saj është të ndihmojë në kalimin e mallrave jetike, humanitare dhe sidomos të lëndëve të para dhe plehrave kimike, të cilat janë bllokuar si pasojë e krizës. Ndërkohë, Teherani ka deklaruar se do të bashkëpunojë me OKB-n për të lehtësuar dhe përshpejtuar dërgimin e ndihmës humanitare përmes kësaj ngushtice. Kjo tregon se edhe pse lufta po vazhdon, presioni ndërkombëtar për të shmangur një katastrofë më të madhe ekonomike dhe humanitare po rritet. Hormuzi është një nyje kyçe për naftën, gazin dhe zinxhirët global të furnizimit. Çdo bllokim i zgjatur aty prek jo vetëm lindjen e mesme, por gjithë botën. 8. Tregjet po bien dhe nafta është rritur fort për shkak të luftës. Një tjetër zhvillim madhor është ndikimi ekonomik. Wall Street ka regjistruar javën e 5 radhëzi me humbje, ndërsa treguesit kryesor amerikan kanë rënë ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, çmimi i naftës Brent ka shkuar mbi $112 për fuqi, ndërsa nafta amerikane është ngjitur afër $100 për fuqi. Shkaku kryesor është frika e tregjeve se lufta mund të zgjasë dhe se trafiku detar në ngushticën e Hormuzit mund të mbetet i bllokuar. Për më tepër janë rritur edhe çmimet e plerave kimike, një goditje e rëndë për sektorin bujqësor në shumë vende. Pra, lufta në Iran nuk po prodhon pasoja vetëm në fushë betejë, ajo po transmeton shok ekonomik në nivel global. 9. Numri i viktimave po rritet në mënyrë dramatike. Bilanci e human i luftës po bëhet gjithnjë më i rëndë. Raportohet se në total kanë vdekur mbi 4.600 persona që nga fillimi i sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit. Mbi 3.300 prej tyre janë vrarë brenda Iranit. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton gjithashtu se më shumë se 100.000 njerëz kanë lënë vendin. Në Liban, numri të vrarëve ka kaluar 1.000, ndërsa më shumë se 1 milion persona janë zhvendosur. Edhe Izraeli ka raportuar viktima, ndërsa SBA vazhdon të ketë të vrarë dhe qindra të plagosur. Kjo e zhvendos diskutimin nga niveli i objektivave ushtarake te realiteti brutal i luftës. Sa më shumë zgjat konflikti, aq më shumë rritet kosteja njerëzore. 10. Për shkallëzim total dhe frika e madhe. A mund të shkojë lufta drejt armëve përthamore? Ndoshta lajmi më shqetësues në këtë moment nuk është vetëm ajo që ka ndodhur, por ajo që mund të ndodhë më pas. Ministri izraelit i mbrojtjes ka paralajmëruar se sulmet ndaj Teheranit do të përshkallëzohen dhe zgjerohen, duke sinjalizuar një fazë të re, më agresive të konfliktit. Ushtria izraelite ka konfirmuar se ka goditur objekte kyçe në Iran, përfshirë vende prodhimi të raketave balistike, depo armësh dhe infrastrukturë strategjike. Në të njëjtën kohë, raportimet tregojnë se Donald Trump po shqyrton dërgimin e rreth 10.000 trupave shtesë në lindjen e mesme, duke përfshirë këmbësori dhe mjete të blinduara. Ky është një sinjal i qartë se pavarësisht deklaratave për një luftë të kufizuar, SBA po përgatitet për skenar shumë më të gjerë. Brenda vetë shtëpisë së bardh flitet për ndarje dhe konfuzion mbi objektivat reale të luftës, çka i bën situatën edhe më të paqartë dhe më të rrezikshme. Por mbi të gjitha, ekziston një pyetje që po bëhet gjithnjë më e pranishme. A mund dhe përshkallëzohet kjo luftë deri në përdorimin e armëve bërthamore? Deri tani nuk ka asnjë konfirmim për një skenar të tillë. Megjithatë, fakti që konflikti po prek objektiva bërthamore, infrastrukturë strategjike dhe kapacitete të avancuara raketore e bën këtë mundësi më reale se më parë. Sa më shumë që rritet presioni mbi Iranin, aq më shumë shtohet frika se reagimi mund të bëhet i paparashikueshëm. Dhe në momentin që një konflikt hyn në logjikën e mbijetesës me çdo kusht, kufijtë që deri dje dukeshin të paimagjinueshëm, fillojnë të zbehen. Kjo është pika ku lufta po shon si qeni vetëm rajonale dhe bëhet një kërcënim për gjithë botën, sepse ndonjëherë nuk është vetë përdorimi i armëve më të rrezikshme që ndryshon gjithçka, por momentin kur bota fillon të besojë se ato mund të përdoren. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.